E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Si çdo vit, edhe këtë vit do të bëjmë komentimin e natës së Prime-it. Sonte në fakt do të jetë Prime-i i parë i nisjes së lojës, por Prime-i i dytë i Big Brotherit. Përflitet për një Prime shumë të nxehtë, përflitet për një Prime me shumë pikpyetje, me shumë ngjarje, një shtëpi shumë e ngushtë, ka dhënë dyshimet që ekziston një shtëpi tjetër, por mbi të gjitha Ledion Liço e ka bërë të ditur tani 14 banor, por jo të vetmit. Do me thënë ekziston dhe një shtëpi paralele që jetojnë banor të tjerë, që në fakt, siç duket, do të hapet sonte. Tani lindën pyetja, a do të realizohen 2 Big Brothera njëkohësisht, një Big Brother VIP dhe një Big Brother i thjesht, duke u bazuar për shembull në për Big Brotherat e tjerë në përbot? Kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe. Por që ekziston një shtëpi paralele, kjo është tepër e dukshme sepse obori dhe shtëpia në të cilën janë aktualisht banorët është e ndarë në gjysmë. Dhe dje teksa shkonin në arenë për të bërë provën të javës, do me thënë provën e buxhetit, që e kishin nga Coca-Cola, unë arrita të kuptoj që do me thënë edhe arena ishte shumë e vogël. Që në kupton vllau i madh ka dizajnuar krejtësisht edhe një shtëpi tjetër që në pamje të parë ishte e ngjashme 100% me këtë shtëpi. Do me thënë, kemi 2 shtëpi të njëjta, por me 2 palë protagonistë. Do të kemi fatin të shohim 2 Big Brother në të njëjtën kohë, mendoj unë, dhe ndoshta do të realizohet një Big Brother me personazhe publik dhe një Big Brother me personazhe të thjeshtë, por në atë shtëpi ishin më shumë se 4 banor, do me thënë këmbë pa më tepër. Aty jetonin, aty qëndronin, aty kalonin kohën brenda asaj shtëpie. Dhe kjo shtëpi është ngjitur me shtëpinë në të cilën janë banorët. Sonte do të komunikohet kjo e vërtet në fakt, ku për herë të parë produksioni do të hapën portat e të gjithë Big Brotherit dhe ne do të kemi fatin që të shohim të gjithë spektaklin dhe gjithë atë se çfarë në fakt po fshihet nga publiku shqiptar. Pritet që të jetë një natë shumë interesante, pritet që të jetë një natë shumë gjigande në fakt sonte, me patjetër që do të vinë në qendër edhe grindjet e para apo ato zënkat e para brenda kësaj shtëpie, por kjo që në fakt do të ndodhen sonte do të jetë diçka e befasueshme. Unë ju garantoj që ka dhe një shtëpi tjetër, ka banor të tjerë të cilët jetojnë brenda asaj shtëpie dhe më besoni që banorët sonte që do ta shohin do të jetë shumë interesant, por ato banor për të bërë ndoshta pjesë e kastit, sepse nuk ma merr mendja më që të thehet shtëpia dhe të bashkohet, por i bie që ajo gjysma mund të lufton e vetme si shtëpi, do të kenë lojë shumë interesante, sepse Ledioni e ka thënë edhe në intervistën e tij para Prime-it të parë që gjëra që do të ndodhin në këtë Big Brother nuk kanë ndodhur më herët. Do të thënë, është gjithçka risi. Dua të marr mendimin tuaj për shtëpinë e re.